Përshëndetje, ndodhem në Bruxelles. Prej 3 ditësh jam këtu ku mora pjesë në një konferencë të rëndësishme të nivelit lartë në Parlamentin Evropian, organizuar nga EPDI, pra Fyri Konferencë 2025, me pjesëmarrjen e mbi 100 përfaqësuesve nga vendet të ndryshme të Europës, të Afrikës dhe të Azisë. Dita e parë, konferenca u zhvillua në ambientet e brendshme të Parlamentit Evropian, ku patëm diskutime pra të ndryshme në lidhje me proceset zgjedhore në vende të ndryshme të botës, mbi transparencën zgjedhore, mbi teknologjitë e reja për të futur pra për monitorimin e zgjedhjeve, pra teknologjitë digjitale, por edhe teknologjinë pra me AI, inteligjencën artificiale. Një eksperiencë e jashtëzakonshme e imja, ku për herë të parë pra marr pjesë në një konferencë të nivelit të tillë kaq të lartë dhe në Parlamentin Evropian. Pra, si fillim ne erdhëm këtu ku ishim të regjistruar padyshim, pra për të marrë baxhin dhe për të futur brenda me një siguri tepër të lartë, pra hyrja në ambientet e Parlamentit Evropian, dhe konferenca nisi pra pasdite dhe zgjati 4 orë. Midis shumë diskutimeve nga përfaqësues të ndryshëm, deputetë të Parlamentit Evropian që ishin folës pra kryesor, kisha dhe unë mundësinë të kisha një diskutim të shkurtër gjatë kësaj konference për të folur për Shqipërinë, për zgjedhjet e fundit parlamentare në Shqipëri dhe për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian së shpejti. Reagime kishte në fund të diskutimit kur unë padyshim pra përmenda dhe ministren AI, pra ku për herë të parë pra një qeveri në botë, pra Shqipëria promovoi një ministre të tillë. Të gjithë e dinin këtë informacion sepse është bërë lajm botror, por kishte reagime dhe diskutime dhe më pas edhe pyetje përgjigje pra për këtë ministre dhe se si mund funksionoi pra gjatë qeverisë së re në Shqipëri. Parlamenti Evropian është një institucion mjaft i rëndësishëm ku merren sigurisht vendime të rëndësishme. Zhvillohen shumë konferenca nga institucione të ndryshme pra të botës që vijnë pra për të zhvilluar konferenca në ambientet e këtij institucioni, por vizitohet edhe nga shumë vizitorë pra që bëjnë edhe foto edhe video. Unë do t'ju jap disa pamje pra sot në këtë ditë shtatori, që është koha mjaft e freskët me temperatura shumë të ulta, por kohë e qëndrueshme dhe e mirë. Pra ka vizitor. Të në ambientet. Sheshi i madh kryesor dhe hyrja kryesore, ndërkohë që ka dhe një hyrje nga mbrapa për vizitorët. Shumë njerëz të vinë bëjnë foto. Po t'ju tregoj këtu, është hyrja kryesore. Vizitorët janë nga vende të ndryshme, ato që vinë për të vizituar Brukselin, nuk rrinë pa vizituar dhe Parlamentin Evropian. Shumica prej tyre bëjnë foto jashtë godinës, ndërsa të tjerë që kanë mundësi për të marrë pjesë në konferenca mund të futen dhe brenda dhe mund të kenë mundësinë dhe të bëjnë foto dhe brenda ambienteve të Parlamentit Evropian. Për mua ishte herë e parë, pra siç e thash, që marr pjesë në një konferencë të tillë, shumë të rëndësishme, një eksperiencë e jashtëzakonshme, ku pata mundësinë të takoj dhe të shkëmbej mendime dhe kontakte me shumë përfaqësues të shoqërisë civile, të medias, por dhe institucioneve të tjera europiane dhe botrore që morën pjesë në këtë konferencë, dhe edhe pse pak ditë, por e shijova natyrisht pra pak Brukselin, edhe zona të tjera siç është Grand Palace apo pjesë të tjera të Brukselit, por kjo është zona më e bukur, zona që vizitohet më shumë nga turistët që vinë për të vizituar pra Brukselin apo dhe qytetet e tjera të Belgjikës. Pra hyrja, po të shikojmë, hyrja ka shumë, hyrja kryesore njerëz që
presim për të futur brenda, që natyrisht ka marrë pra fletëhyrjen Bexhën. Duhet të kesh Bexhën që të futesh brenda, të kalosh përmes security dhe më pas në çdo hyrje duhet të skanosh pra Bexhën për të kaluar në pra ambientet Parlamentit Evropian. 3 ditë të mbushura me eksperiencë të jashtëzakonshme, 3 ditë emocionuese gjatë kësaj vizite në Bruksel, me përshtypjet më të mira dhe shpresoj që të rikthehem sërish në evente të tilla, mos jetë e fundit, por gjithsesi edhe nëse do të jetë e fundit do të mbahet mend përgjithmonë sepse është një nga eksperiencat më të jashtëzakonshme që kam përjetuar në Bruksel dhe pikërisht në Parlamentin Evropian. Përshëndetje nga Brukseli.